Çfarë po ndodh në Kosovë dhe me padësinë e shtetit Kosovës, politikës Kosovës për zgjedhur presidentën e ardhshme, duket se mund të shkohet në zgjedhje parakohshme. Siç e kam thënë edhe herë të tjera, gjendja në Kosovë është e vajtueshme. Kosova është në një situatë jashtëzakonisht shumë delikate dhe ka disa kohë që është në një situatë të tillë. Në këtë situatë, detyra e qeverisë aktuale është të gjejë mënyrën e një bashkëpunimi të gjerë. Unë vazhdoj ta them dhe sa herë që ju do më pyesni, unë do t'jap pak a shumë të njëjtën përgjigje. Detyra e qeverisë aktuale, e qeverisjes aktuale, është që të gjejë një konsensus të gjerë, sepse Kosova rrezikohet në shumë anë. Konsensusi i gjerë duhet jo thjesht për të kryer punët e radhës dhe për të ndarë ato pazaret siç ndahen në politikë normalisht. Konsensusi i gjerë, sidomos me anën e luftës, duhet gjetur në mënyrë që të gjitha energjitë në Kosovë të përqendrohen drejt shpëtimit të Kosovës, drejt statusit të Kosovës, drejt përfaqësimit të Kosovës, dhe sigurisht që duhen gjetur mënyra për të përmirësuar marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat janë sot në një pikë jashtëzakonisht shumë të ulët. Pra, të gjitha këto janë detyrë e qeverisjes aktuale që ka marrë votat nga njerëzit në Kosovë. Sigurisht që fitojnë legitimitetin disa herë tani më me vota, por kjo nuk mjafton. Populli i Kosovës nuk e ka zgjedhur qeverisjen aktuale për të ndenjur në pushtet, e ka zgjedhur për t'i dhënë zgjidhje problemeve madhore të Kosovës, dhe problemi madhor i Kosovës sot është zgjidhja e statusit, i cili është në një fazë shumë delikate, është në një balancë jashtëzakonisht shumë të brisht, dhe duke qenë që balanca është kaq e brisht, duhet që të gjitha energjitë të përqendrohen, të gjitha të jenë të përbashkëta dhe të mos merren me cicmice për një post apo për një tjetër. Të ketë një strategji të përgjithshme të shtetit në Kosovë, të qeverisjes në Kosovë bashkë me opozitën, ku të kenë jo vetëm emrat për postet, po të kenë një strategji të qartë se si do t'i qasen marrëdhënieve me aleatët tanë, të cilat janë kyçe në zgjidhjen e çështjes Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si do t'i qasen problemit të ringjallërimit ushtarak të Serbisë dhe të tjera. Pra, duhet një qasje profesionale. Mirërisht nuk e kam parë këtë. Sigurisht që në Kosovë nuk është vetëm pala e qeverisjes, janë dhe palë të tjera, por i takon qeverisjes përgjegjësia finale, fundore, që të gjej konsensusin e përbashkët. Nuk ka më asnjë lloj justifikimi. Ata po sillen si njerëz të pushtetit dhe jo të njerëz që kanë ndërmend interesin e Kosovës. Duhet që të ulen të gjithë bashkë dhe të gjejnë një qeveri të përgjithshme, një qeveri të përbashkët, me një president konsensual, të cilët të mos lëvizin më derisa të zgjidhet çështja e Kosovës. Sepse këto zgjedhje dhe këto manovrat e vogla, cicmicet për kush e ka gardhin pak më tutje, kush e ka gardhin pak më në brendësi, janë të gjitha të pafrytshme, janë të gjitha tregojnë që në Kosovë ka probleme reale, ka ndasi reale, të cilat po fryen nga shumë anë, ka ndërhyrje të mëdha të shërbimeve, kryesisht serbe, po të gjitha llojeve të shërbimeve. Pra, jemi në një pikë ku nuk mban më ujë pilafi dhe do t'i bëja një thirrje të jashtëzakonisht shumë të fortë qeverisjes në Kosovë që të sillen në mënyrë kombëtare dhe jo në mënyrë pushtetare. Së shpejti pritet që ambasadori amerikan që do të jetë, po themi, në Shqipëri, Erik Wend, do të vijë së shpejti në shtator. Çfarë mendoni se do të sjellë ardhja e tij në Shqipëri, qoftë për klimën politike, po qoftë edhe për interesat e amerikanëve në vendin tonë? Unë kam thënë edhe në një dalje tjetër, ambasadori Wend që po vjen është një figurë me jashtëzakonisht shumë eksperiencë, është një ish ushtarak, po që ka pasur një eksperiencë jashtëzakonisht shumë të gjatë edhe në diplomaci. Le të mos harrojmë që ka qenë njëri nga koordinuesit e midis Izraelit dhe palestinezëve. Pra është njëri që ka eksperiencë të gjatë si në diplomaci edhe në çështjet ushtarake, por edhe në çështjet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare.
të shtëpisë bardhë. Pra, është një person që vjen në Shqipëri me ide të qarta, besoj unë, që do të përfaqësoj shtetin amerikan dhe personalisht presidentin Trump, që do t'i thot gjërat shumë më hapur se sa i thot ambasada sot, sepse ka arsye objektive për këtë. Një ngarkuar me punë është punonjës burokrat në cilin do vend, pavarësisht se kryejnë detyrën, nuk kanë të njëjtin tagër siç e ka një ambasador, i cili është konfirmuar nga senati e të tjerë. Unë mendoj që ambasadori Wendt do të vinë në Shqipëri për të garantuar që interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të preken dhe nuk do të cënohen dhe do të ketë një mënyrë të drejtë për drejtë shprehjeje dhe nuk do t'i bjerë anësh gjërave. Siç kam thënë dhe më parë, Shqipëria është sot në një situatë jashtëzakonisht shumë të rëndë. Njerëzit mund mos ta kuptojnë, po jemi në prag të një konflikti të tmerrshëm, siç e thash pak më parë, me baza sektare, fetare e të gjitha llojeve të tjera, në bazë edhe të asaj që ndodh jashtë territorit të Shqipërisë, sepse ka disa interesa që fryhen sepse i interesojnë shumë kujt. Dhe pra jemi në një gjendje pak a shumë se kemi qenë në 96-ën, në atë kohë kur erdhi në Shqipëri ambasadorja Marisa Lino dhe unë pres një diçka të ngjashme nga ambasadori Wendt, pres një mënyrë të drejtë për drejtë shprehuri, por sigurisht që duhet t'i japim kohë që të vi dhe ta njohë terrenin, pavarësisht se jam i bindur që njeh shumë çka, por zakonisht në diplomaci funksionon që muajt e parë, javët e para përdoren për të njohur personazhet, terrenin, për të pasur një kontakte të drejtë për drejta me ta. Do të na duhet të shohim me shumë kujdes se cilat janë kontaktet e tij dhe ku do t'japi ai sinjalet për interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse kjo do të na tregojë shumë çka për parinë e Tiranës. Ndërkohë, ka pasur një ngjarje mjaft të rëndë ditën e djeshme ku një shtetas qelluar për vdekje nga roja e një plazhi në Ksamil në jug të Shqipërisë. Sigurisht që është kështu siç thatë ju, po do ta shtjelloj pak më thellë këtë punë, por në fillim dua të ndalem tek njëri aspekt, që është aspekti i propagandës. Në Shqipëri këto gjëra ndodhin rregullisht dhe kalohen nëpër media me një propagandë jashtëzakonisht shumë të sofistikuar. Fillimisht ishte shtetas francez, pastaj u bë shtetas portugez. Fillimisht ishte një vrasës, pastaj u bën 2, pastaj dolën 11 bashkëpunëtor. Të gjitha organet e shtypit dhe të medias kopjojnë njëri tjetrin duke kaluar nga dega në deg, nga ferra në ferr, thjesht për të fshehur atë lepurin e madh që fshihet pas gjithë kësaj, i cili është pikërisht ajo që thatë ty dhe tani do ta shtjelloj cili është lepuri. Shteti shqiptar është një shtet kriminal, i sunduar nga interesa kriminale, ku gjenden jashtëzakonisht shumë mirë të gjithë kriminalet e gjithë botës, i cili është tani më nën pronësinë e sindikatës ndërkombëtare të krimit. Këtë duhet ta kuptojnë shqiptarët dhe t'i lënë ato budallallëqet e turizmi elitar apo turizmi me buke domate, e të gjitha gjërat të tilla në një vend që duhet të preokupohej, duhet të shqetësohej për atë që është ekzistenca e vet, mbijetesa e vet në këtë sistem ndërkombëtar dhe në këtë sistem ekonomik. Pra, çdo hallk e shtetit funksionon në mënyrë që t'i shërbej sindikatës ndërkombëtare të krimit, që është pronari real, dhe bashkëpunon thellësisht, dhe është e kapur dhe e integruar tashmë me grupe të ndryshme të forta kriminale, të cilat sigurisht që janë ligji, sigurisht që janë ekonomia, sigurisht që kanë shpëlar para, sigurisht që nuk më habit fare mua fakti që në Ksamil pronari i hotelit është super kriminal dhe të gjithë njerëzit që ka punësuar janë pjesë të grupit vet kriminal. Nuk është as pak as e pazakont, as e çuditshme për Shqipërinë. Përkundrazi është tejet normale. Ky është normaliteti që jetojnë njerëzit në Shqipëri. Pra duhet t'i ftoj ta kuptojnë këtë dhe ta shohin veten pasqyrë. Ky është normaliteti kriminal që jetojnë të gjithë shqiptarët. Në këtë normalitet kriminal, njerëzit ndjehen se janë me demek evropian, se gjithë bota kështu funksionon, bëjnë 3-4 udhëtime në vit, një pjesë e shqiptarëve, ndërkohë që të tjerët
kanë halle tjera, ju duket vetja shumë mirë, marrin rroga të mira, gjallërojnë ato klubet e ditës dhe natës, restorantet e pafundme që hapen dhe mbyllen nëpër Tiranë, e kudo tjetër, dhe ju duket se kjo është ekzistenca normale. Në qoftë se kjo është ekzistencë normale, atëherë shqiptarët janë njësuar me krimin, janë njësuar me atë shtetin kriminal, me ata plerat e kombit që janë paria e Tiranës, të cilët jo vetëm që duhet mos ishin aty ku janë, por duhen tërhequr zvarr. Duhen tërhequr zvarr për gjithë të që i kanë bërë shqiptarëve, duke i gënjur, duke ju thënë që ha mos e kështu mirë jeni, ha mos e ja ku i keni zgjidhjet, bëj edhe ti një pislëk të vogël, hajtë se mbijetojmë, hajtë se gjithë me njëri tjetrin do t'i zgjidhin punët, ndërkohë që i kanë krijuar këtë lloj shoqërie, e cila nuk ekziston edhe në Hënë po të shkosh, edhe në Mars po të shkosh, nuk ka eksperiment kaq të frikshëm kriminal sa është Shqipëria, e cila tani më po shpërbëhet copa-copa. Po shpërbëjnë copa-copa dhe le të thonë sa të duan që ky lloj vizioni është një vizion që nuk qëndron, se ne jemi mirë e të tjerë. Kjo që po them tani është jo vetëm realiteti, por realiteti i hidhur dhe i frikshëm. Dhe mungesa e reagimit ndaj këtij realitetit frikshëm nuk ka të bëjë thjesht me një kriminal rruge, i cili ashtu është mësuar ai ta kryejë detyrën e vet, sepse normalisht brenda asaj shoqërie jeton. Në Shqipëri ka probleme shoqërore jashtëzakonisht shumë të forta, ke rinin që po edukohet me këtë lloj fryme të krimit. Keni rinin edhe ata që shkojnë në për shkolla jashtë dhe që kthehen pastaj, dhe ata me këtë lloj fryme po edukohen. Me frymën që bjeri t'i bien, merr çat marrësh, vidh çat vjedhësh, kap çat kapësh, plaçkit çfarë plaçkitësh, sepse ky është realiteti jon, kjo është Shqipëria, dhe ky brezi i ri që po rritet tani, me këtë lloj mendësie, do ta ketë jashtëzakonisht shumë vështirë të dalë për kësaj mendësie, sepse ata njohin vetëm këtë mendësi. Prindrit e tyre, që ndoshta kanë njohur mendësi tjetër, kanë pasur më të thjeshtë. Tani me këtë lloj mendësie ne do të shkojmë nga krimi në krim, dhe do të bëhemi një botë e krimit e frikshme. Ky është llumi ku notojnë shqiptarët, të cilëve ju duket se po jetojnë në luks, sepse e kanë apartamentin shumë më të mirë se sa kanë menduar ndonjëherë në jetën e vet, dhe e kanë rregulluar atë me modën e fundit të kuzhinave Scavolini. Por jam i detyruar ta them që çfarë presin shqiptarët. Më duket jashtëzakonisht shumë e çuditshme. Çfarë presin shqiptarët që nuk e tërheqin zvarr këtë pari? Çfarë presin shqiptarët që nuk reagojnë me një forcë të tmerrshme? Ata shqiptarë të cilët vrasin për një fjalë goje, të cilët dikur kanë derin, të cilët dikur ruanin imazhin e vet si njerëz të besës, të fjalës, të erzit, të fytyrës, ku janë? Ku është ky erz dhe ku është kjo fytyrë sot? Ku e kanë? Sepse sot po i marrin zvarr, po i tërheqin zvarr, po i quajnë sklever haptazi, po ju krijojnë republika të pa imagjinueshme brenda për brenda, shtete të pa imagjinueshme brenda për brenda, po i vjedhin, po i plaçkisin, po i trajtojnë si sklever, po i nxjerrin shesh dhe po i thonë se kaq merrni, kuptoni ju, po i japin nga një flamingo në dorë dhe po i thonë ja, protestoni se për këto duhet protestoni, ose kaq kuptoni, popull ignorant jeni, dhe nuk reagon kush. Nuk reagon kush me atë nervin e shqiptarit. Kjo më duket jashtëzakonisht e pa imagjinueshme, dhe nëse ka ende shqiptar në Shqipëri, ndjehen kështu si puna ime. Ndërkohë që kemi një ndarje fetare me vija fort të qarta, e cila po shkon drejt një përplasje të frikshme, siç duket qartë edhe me deklarimin e fundit të ashtu quajturit shteti Bektashi, duket qesharake që grupimet e protest të bëjnë sherrë për çështje mikrofoni apo për çështje dytësore. Kjo tregon papjekurinë e disave dhe tregon edhe gjithashtu edhe mënyrën se si Paria e Tiranës po përpiqet ta minojë protestën dhe ta kthejë protestën në një vegël për qëllimet e saj. Ajo që duhet, ajo që unë do t'ju thoja të gjithë atyre që janë protestë, por dhe të gjithë shqiptarëve, është sa vijon. Momenti ku është Shqipëria sot është nga më delikatët, ndoshta edhe më delikati në historinë e shqiptarëve. Shqiptarët rrezikojnë të zhduken nga shumë lloje
të ndryshme rreziqesh, dhe rreziku më i fundit është coptimi me kantone, coptimi me shtete të ndryshme, të bazuara në fe, të bazuara në grupe etnike, e të tjera, sepse siç mund ta keni parë, shteti Bektashi është vetëm hapi i parë, një organizëm sovran brenda për brenda asaj që duhet të ishte sovraniteti i Shqipërisë. Nesër nuk e pengon gjë, asgjë nuk do ta pengonte nesër mbas shtetit Bektashi, krijimin e një shteti tjetër, në një kantoni tjetër katolik në veri, një kantoni tjetër vllah në jug, të cilët janë bërë gati, dhe kjo legjitimon në mënyrën më të tmerrshme dhe më të frikshme të ashtu quajturin Vorjo e Pirin. Pra, këtu ka disa gjëra që po shkojnë jashtëzakonisht shumë keq, që po duken qartë siç u kemi paralajmëruar. Shqiptarët nëse nuk rebelohen sot, do të ngelin sklever për shumë gjenerata, dhe ndoshta të nocioni të qenit shqiptar do të ndryshojë përfundimisht, sepse nuk mundet më që Shqipëria të jetë një vend ku çdo gjë ecën përpara, ku eksperimente të frikshme ecin përpara, dhe ku shqiptarët janë tani më në një pakicë. Pra, ne na duhet shteti i ri i shqiptarëve, dhe për të pasur, siç thonë në protestë, dhe për të pasur këtë shtet të ri, për të pasur këtë republikë të re apo Shqipëri të re, siç e quajnë ata, sot është momenti për rebelim, sot është momenti për të ngritur, përndryshe të gjitha fjalët janë kot, përndryshe të gjitha gjërat që thonë njerëzit në rrjetet sociale janë kot. Këtu ndahet shapi nga sheqeri. Nëse shqiptarët duan të jenë shqiptarë, të ndihen shqiptarë dhe të kenë një shtet tyre, sot është momenti i reagimit. Përndryshe, le të merren me sherrre të vogla, me probleme të vogla, le të fillojnë dhe të nxjerrin se kanë dalë shpjegime nga më të ndryshme tani për çfarë duhet, për atë që ecin përpara, dhe le të vazhdojnë të protestojnë për flamingot, të cilat me sa duket i duan më shumë se sa vetja. Në fakt, ju folet pak për, po themi, mundësinë ose për një ide të ndarjes së Shqipërisë në kantone, dhe jo më larg se para 2 ditësh ishte edhe një artikull në një të përditshme franceze ku flite për shtetin Bektashin dhe për përgatitje që po bëhet për realizimin e, po themi, këtij shteti. A është kjo një paralajmërim se me krijimin e shtetit Bektashi mund të krijohen shtete të tjera brenda shtetit shqiptar, dhe sa e dëmshme është kjo për mirëqenien dhe harmoninë edhe fetare të shqiptarëve? Sigurisht që ky është një rrezik jetik për atë që është integriteti i Shqipërisë. Çdo kush me 2 parë mend në kokë kupton këtë, dhe gazeta franceze sigurisht që e vinte në dyshim këtë pa asnjë lloj dyshimi, që e vinte në dukje këtë pa asnjë lloj dyshimi. Tani problemi është pak më i gjerë se sa aq. Shteti Bektashi Pikës pari nuk është një projekt i kësaj qeverisë së fundit vetëm, është një projekt i filluar në kohën e Ilir Mendës, është një projekt që është përgatitur prej disa dekadash, ku janë dërguar njerëzit për të parë se si funksionojnë patrikanat, Stamboll etj. Dhe mbasi është bërë kjo, janë përgatitur kushtet, terreni, dhe tani po i shërben Paris si një mënyrë për të hequr vëmendjen, si një mënyrë për të mbuluar disa nga poshtërsitë dhe krimet e veta, dhe një mënyrë për të kontrolluar Shqipërinë. Ajo që duhet parë me shumë vëmendje dhe duhet parë me shumë qartësi nga të gjithë njerëzit, nga ata që shohin, kjo nuk mund të konsiderohet më si një diçka që hamase në Shqipëri çdo gjë 3 ditë zgjat, si një çudi, sepse vetëm sklevrit jetojnë ashtu. Shqiptarët tani më janë përballë fakteve të kryera. Nuk është më projekti i kantoneve, është ajo që po realizohet, po ndahet Shqipëria në kantone. Nuk është më thjesht një projekt teorik, është një projekt praktik, është një projekt që po i ndan shqiptarët në zona të ndryshme, është një projekt me aktorë të ndryshëm, i cili në kushtet e sotme nuk ka gjas që të kaloj kaq kollaj, që të kaloj paqësisht, por përkundrazi ka shumë e shumë gjasa që të shkojnë në një konflikt të frikshëm, i cili nuk imagjinohet dot nga asnjë shqiptar. Të gjithë njerëzit që mendojnë se kanë një shtëpi, kanë një apartament, kanë një shtëpi në plazh, kanë një punë, e se do ta shtyjnë ashtu siç e kanë shtyrë deri më sot, që do shkojnë me pushime,
se hëse kështu zgjidhen punët, hamase në Shqipëri jemi kështu funksionon, e kanë gabim. E kanë gabim sepse nuk mund të më shkojë më tepër kjo punë në këtë lloj mënyre pa pasur konsekwencat e qarta. Të mos harrojmë që ka influenca të shumta në Shqipëri, nuk është thjesht shteti Bektashi që ka interesa të caktuara mbrapa, po janë edhe shumë shtete të tjera mbrapa, është Greqia që nuk do kishte asnjë lloj problemi me një shtet Bektashi dhe do të fillonte të thonte që pse të mos ketë dhe një mini shtet grek të minoritetit, pse të mos ketë një mini shtet bullgar, pse të mos ketë një mini shtet serb, sepse ministri joni i jashtëm sapo pranoi një marrëveshje ashtu quajtur reciproke, ku do hapi konsullatën në Shkodër, hapet një dritare në disa poshtërsira dhe në disa maskarallëqe të nivelit të paimagjinueshëm. Pra, sigurisht që rrezikohet Shqipëria, sigurisht që shqiptarët janë të rrezikuar dhe kanë qenë prej 25-30 vitesh të rrezikuar nga kjo pari anti-shqiptare, shqiptarizuese, dhe koha për të vepruar është sot. Përndryshe ne gjithë lodhemi kot, përndryshe të gjithë ata që mendojnë që i kanë zgjidhur problemet, do ta gjejnë veten në një pozicion që nuk ju ka shkuar mendja sot e 30 vite dhe do të jenë të skllavëruar dhe pa asnjë lloj mjet rrugdalje dhe do të thonë që si na ndodhi kjo punë kështu. Kur ta thonë, ajo që do të ishte paradoksi do ishte që ju a kemi thënë prej disa viteve pa askush nuk do ta pranoj, e megjithatë kjo nuk është kënaqësi për mua. Kjo nuk ndjej ndonjë kënaqësi që e kam parashikuar që do të më rrihet këtu, përkundrazi ndjej një dhimbje shumë të madhe. Unë besoj, siç e kam thënë dhe më parë, se në protestë ka disa grupe të cilat kanë interesa të ndryshme, dhe interesat e ndryshme i bëjnë që të përplasen. Një pjesë e mirë atyre grupeve kanë interesa jo gjenuine të protestës. Sigurisht që janë grupime me interesa nga Paria e Tiranës, të cilat kanë edhe objektiva që të provokojnë, që të minojnë frymën e protestës. Kjo është njëri nga shpjegimet që mund të jepet kësaj çështje. Përplasjet janë jo të duhura, përplasjet janë shenjë që protesta nuk po din të ecë përpara aty ku duhet, dhe unë do ta ktheja këtë në një çështje e cila ka të bëjë me objektivin real të gjithë shqiptarëve, që sot duhet të jetë të shpëtojmë Shqipërinë. Në një kohë kur kemi një pari të Tiranës super të korruptuar, e cila me bashkëpunim po shet Shqipërinë copa. Në një kohë kur kemi një ekonomi e cila është në duart të disa oligarkëve, ndërkohë kur kemi një shoqëri e cila është tërësisht e jashtë binarëve të duhur, ndërkohë që kemi më shumë shqiptarë që duan të ikin se sa shqiptarë që lindin brenda Shqipërisë, duket qesharake.